Gjendet i pajet një person në klos pranë trupit u gjet thik, detajet e para. Një ngjarje e rëndë është zbuluar këtë të mërkur në fshatin Nxibër, Muriz, në bashkinë Klos, ku është gjetur pashenjajet e një person rreth moshës 65 vjeç. Burime paraprake bëjnë me dije se viktima është identifikuar me inicialet VS, ndërsa trupi i tij është gjetur në rrethana ende të paqarta. Pranë trupit të ndjerit është zbuluar një thik, çka ka ngritur dyshimet e para për një vrasje të mundshme. Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të kësaj ngjarje të dyshimit. Policia po verifikon nëse thika ishte në posedim të viktimës apo mund të jetë përdorur ndaj tij, si dhe po analizohen të gjitha pistat përfshirë ato të vetvrasjes apo dhunës me dashje.